Fjala huda, udhëzim. Pra udhëzimi më i mirë është Kurani, fjala e Allahut. Fjala mirë, më e mirë është fjala e Zotit. Andaj të gjithë çështjen ja lëm krijuesit tonë. Wa tawakkal ala Allahil mu'minin. Ti mbështeten Allahut besimtar. Prandaj kur ti e bën lutjen, fuqia e lutjes është mbështetja e madhe tek Allahu, që ajo të pranohet. Zoti pra than Kur'an, lutmuni mu, unë ju përgjigjem. Ne i lutemi Allahut dhe ne njohim shumë lutje nga Kurani. Për shembull, një ndër lutjet është Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabin nar. O Zot, na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe runa nga zjarri i xhehenimit, nga zjarri. O Zot, na jep të mira në këtë botë. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana. Pra na jep të mira në këtë botë, në botën tjetër, dhe runa nga zjarri. Një dua shumë madhështore kjo, e fuqishme, një dua me ndikim shumë të madh. Krijuesi i don atë duar që ngriten dhe i kërkojnë atij, sepse ti je duke ju drejtu Azizul Hakimit, të fuqishmit, të urtit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, tha Ibrahimi a.s. në momentet më të vështira të tij. Dhe Zoti e bëri zjarrin pra të ftoftë për shpëtim për ja naru kuni bardun wa salamun ala Ibrahim. O zjarr, bëhu i ftoft për shpëtim për Ibrahimin a.s. U lut Ibrahimi, Allahu xhalla shanuhu, Zoti ja pranoi lutjen. U lut Uwais al-Qarani, Zoti ja pranoi lutjen. U lut Resulullahi, Zoti ja pranoi lutjet. I dërguari Muhammed a.s. pra u lut. U lutën gjithë pejgamberët, Allahu ja pranoi lutjet. U lutën edhe shokët e pejgamberëve, Allahu ja pranoi lutjet. U lutën edhe tabiin dhe tabiin dhe dietarët, Allahu ja pranoi lutjet. Andaj lutu, sepse lutja është fuqi dhe ka fuqi. Ajo ndikon edhe në shpirtin e njeriu, ajo ndikon edhe në spiritualizëm, sepse krijon një fuqi, një mbështetje dhe nuk e bën njeriu pesimist. Lutja e bën njeriu optimist, i jep shpresë, kurajo, mbështetje për të ecur përpara dhe për të korrur suksese në këtë botë dhe për të marrë mirësi edhe në botën tjetër. Padyshim, sepse me angazhim, me përpjekje, me lutje, me dua, me punë, me angazhim, do arrijmë suksesin e pashmangshëm.